Pas 2 orësh ka përfunduar mbledhja e kryeministrit Edi Rama me ministrat dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste, ndërsa janë zbardhur detajet e para për porositë që kreu i qeverisë u ka dhënë socialistëve. Në qendër të diskutimeve ka qenë organizimi i PS-s në territor dhe angazhimi drejt për drejt i ministrave, deputetëve dhe zëvendës ministrave e drejtuesve politik në zonat që do t'u caktohen. Rama ka kërkuar ndërtimin e një skeme të personalizuar, ku secili funksionar të ketë përgjegjësi konkrete në territor. Takimet duhet të zhvillohen çdo javë, me qëllim evidentimin dhe ndjekjen e problematikave të qytetarëve. Një nga pikat kryesore të mbledhjes ka qenë pasqyra Albania, mekanizmi i prezantuar gjatë takimeve të socialistëve në Pogradec. Pasqyra Albania nuk duhet të jetë një njësi platforme të tjerë, duhet të jetë ligj, ka kërkuar Rama. Kryeministri ka përfshirë në këtë organizime dhe Besën dhe Praninë Besnike, duke kërkuar që ato të lidhen me punë konkrete të strukturave socialiste në territor. Besa dhe Prania Besnike prezente në territor, përmes një skeme të personalizuar, drejtues politik, deputet, ministër, zëvendës ministër të dedikuar, është një tjetër porosi e Ramës. Ndërkohë ditën e nesërme, Rama ka njoftuar një takim me drejtuesit e Partisë Socialiste në Tiranë. Kjo mbledhje vjen në një moment kur brenda bashkisë së kryeqytetit është hapur një përplasje e re për drejtimin e institucionit, pasi Erion Veliaj i hoqi Anuel Aristanit kompetencat e deleguara për drejtimin e bashkisë. Mbledhja u zhvillua në vilën qeveritare në Sauk, ndonse fillimisht ishte parashikuar për në orën 17:30 në selinë e PS-s. Një ditë më parë protestuesit kishin paralajmëruar se do të mblidheshin në të njëjtën orë përpara selisë socialiste dhe do ta prisnin Ramën me vezë. Gjatë paradites u përfoli edhe pallati i brigadave si vend takim, por përfundimisht mbledhja u zhvendos në vilën qeveritare dhe nisi pas orës 18:00. Policia vendosi forca përgjatë rrugës së Elbasanit deri në zonën e vilës dhe ngriti një perimetër sigurie në hyrje.